demonstrimi në radhës, ato të demonstrime që bëjmë në qendrën ABA për operacionet e gjelbër të kardia. Një ndër operacionet e gjelbër të kardia është edhe putja e majhës të kardia. Dhe bëhet në 3 mënyra. Kemi 3 mënyra të putjes së majhës. Është pincimi ose kputja e lehtë e majhave. Pincimi ose kputja e lehtë e majhave. Është çekanga ose kputja e zakonshme e majhave dhe këputja e rëndë e lastarëve ose e majhave. Kur përdoret pincimi? Zakonisht pincimi e bën për të uniformizuar rritjen e ardhisë, ku shohim që brenda një cungu ardhie ose brenda një degë ardhie nuk kemi rritje uniforme të lastarëve. Si shohim këtu për shembull, ky lastar nuk është i zhvilluar sa ky lastar. Atëherë për të balancuar rritjen vegetative, këtij lastari ja pincoj majën me qëllim që pjesa mos ta vazhdojë morrritjen, po të shkojë sasia e asimilatat të kalojë në lastarin tjetër për të barazuar. Për të barazuar. Putja e majve pra ka qëllimin kryesor që edhe rritja mos tjetë siç thamë edhe tek demonstrimi tjetër, edhe rritja mos tjetë shumë e dendur, shumë e madhe, me qëllim që asimilatat na shkojnë, gjithë qëllimi kryesor është që ne asimilatat na shkojnë për prodhimin, për veshulin. Pra, veshull sa më i madh, sa më i mirë dhe prodhim sa më i bollshëm. Gjithashtu, përveç kputjes së lehtë të majve, kemi edhe çekangun ose kputja e zakonshme. Zakonisht kputja e zakonshme bëhet më e thellë, rast se këtu punuam vetëm me majën, kputja e zakonshme bëhet më e thellë, dhe por do të kemi parasysh gjithmonë në kputjen e zakonshme, gjithmonë do të kemi parasysh që të lejmë për çdo lastar që ka prodhimin të lëmsh 8 deri në 12 gjethe. Mbarëm nga masia e gjethes. Pse? Sepse pra, që kemi një prodhim cilësor, prodhim të mirë, ka nevojë edhe për ushqim. Ka nevojë për ushqim që bëhet nëpërmjet procesit fotosintezës. Atëherë, ne që kemi prodhimin e garantuar dhe kemi prodhimin e mirë, ne duhet të lejmë 7 deri në 8 gjethe për çdo veshull rusi. Ose ndryshe është bërë një llogari tjetër që rreth 240 metra katrore sipërfaqe gjetore për një kuntal brush. Atëherë pra edhe çekanga bëhet në ato raste pra kur bima nuk e ka fuqinë shumë të madhe, nuk ka aftësi pra ta mbajë shumë mirë gjithë masën vegetative, atëherë ne jemi detyruar të bëjmë çekangë. Çekanga rëndësi të madhe merr edhe në ato raste se mund të bëhet edhe në faza të ndryshme, pra varet nga zhvillimi që ka marrë ardhia, edhe në ato raste ne kur kemi thatësirë dhe nuk kemi mundësi ujitje. Për të eliminuar sado pak avullimin e tepërt, pra rezervat, por mos mi humb rezervat ujore të bimës, atëherë çfarë bëjmë? Ulim masën vegetative ose sipërfaqen avulluese, transpiruese të bimës, dhe kështu që bëjmë që rezervat ujore shfrytëzohen më mirë nga bima. Kurse këputja e rëndë pastaj e majve ose e degëve është putja, siç e thash, pra në rastet kur kemi dëme nga faktorë të ndryshëm, qoftë vrugu, hiri ose brezhri, atëherë për rinovimin e gjithë masës vegetative ne bëjmë këputjen e rëndë, sepse ardhia ka aftësinë e vet që të rigjenerohet brenda një periudhe shumë shkurtër. Atëherë bëjmë këputjen e rëndë me qëllim që bën të mundur shpërtimin e lastarëve. Ato lastar pra që ne i rekomandojmë të hiqen, në këtë rast lastari do ta shërbej si zëvendësues për masën vegetative që bima pra të vazhdojë vegetacionin përsëri. Plus saj, në këtë rast mund dëmtohet edhe prodhimi, ne mund të kemi edhe prodhim të dytë. Nuk themi që ta zëvendësojmë 100% prodhimin e dëmtuar nga brezhri ose nga hiri ose nga vrugu, po ama një pjesë të mirë të prodhimit e zëvendësojmë në këtë rast, sepse ardhia ka aftësinë që brenda vitit bëj diferencimin e veshuleve përsëri për ta dhënë prodhim. Në rastet kur kemi rritje të bushme të fuqishme, mos ta hallakatat si thosh ardhia, edhe na lehtëson edhe në kryen e procese të ndryshme, agronomike, sidomos punimi mes flestave, spërkatjet e tjera. Këto menduam trajtojmë sot. Në videot e ardhshme do të merremi edhe me probleme të tjera, edhe me kultura të tjera.